Gratë e Gjakovës historikisht kanë pasur rol të madh në emancipimin dhe përmirësimin e pozitës së gruas në shoqërinë shqiptare. Kështu thot për televizionin Syri aktivistja dhe humanistja Flora Brovina. Kujtoj që kanë qenë gratë e Gjakovës mbas luftës së dytë botërore, ato që bën një hap shumë të madh dhe shumë të rëndësishme, e që ndikoi në tër opinionin e Kosovës. Jo vetëm me shkollimin e tyre, por t'ja fillojnë prej ferexhes, heqjes së ferexhes dhe emancipimit në përgjithësi të gjysheve tona, po flas gjithnjë për gjyshet tona, dhe nuk është pak të flasim për 100 vjet e tutje. Në ditën ndërkombëtare të gruas, Brovina thot se gratë shqiptare kanë kaluar në peripeti të ndryshme për të arritur barazinë në shoqëri. Sipas saj, secila grua duhet të angazhohet shumë fillimisht në emancipimin e vetes dhe pastaj të kërkojë të njëjtën nga gratë tjera. Të emancipohemi vetë për të mund të realizojmë të drejtat tona. Unë nuk thash që të marrim të drejtat tona ose të na falin dikush, por të realizojmë ato. Si ndër deputetët e para të Parlamentit Kosovës dhe pjesëtare e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ndihem shumë mirë dhe rahat sot kur i rrumbullakojmë rezultatet tona, ku kemi arritur dhe kemi realizuar amanetën e kësaj gjenerate që e përmenda. Brovina shtoi se vitet e fundit është rritur interesimi i grave për të marrë pozita udhëheqëse dhe kjo është si pasojë e shkollimit të tyre gjithnjë më të lartë. Sot, sipas saj, gratë janë aktive në politikë, kulturë, sport edhe në shumë profesione tjera që në të kaluarën janë quajtur profesione të burrave. Pavarësisht këtij zhvillimi, Brovina thotë se gruaja asnjëherë nuk guxon të harrojë rolin që ka në përkujdesin ndaj familjes siç e liza çdo shoqërie.